Moderatorja e njohur shqiptare, Luana Vjollca, ka përjetuar një mëngjes që do ta mbaj mend gjallë. Siç duket, buqetat me lule janë kthyer në një traditë për të, pasi edhe këtë herë shtëpia e saj u mbush plot me trëndafila të kuq, duke krijuar një pamje të jashtëzakonshme dhe të papritur. Në një video të publikuar në Insta Story, Luana shfaqet e përgatitur për të nisur drejt punës, por përballet me një pengesë të pazakontë. Korridori i apartamentit ishte mbushur i gjithë me buqeta të shumta lulesh. Moderatorja tregon me humor se nuk kishte as ku të hidhte hapin për të kaluar, duke e kthyer momentin në një situatë të lezetshme dhe plot qeshje. Me tonë shakaje, ajo ju drejtua dërguesit misterioz. Si e keni menduar këtë, pasi sasia e madhe e trëndafilave i kishte bllokuar rrugën? Fansat menjëherë nisën të spekulojnë, kush mund të jetë personi pas kësaj surprize të jashtëzakonshme. Kujtojmë se pak javë më parë, moderatorja u surprizua për ditëlindje me mira trëndafila dhe petale, një pamje që bëri xhiro në rrjeteve sociale dhe që tregoi se dashuria dhe vëmendja për Luanën nuk mungojnë. Çfarë mendoni ju? Kush mund të jetë personi misterioz që po e surprizon Luanën me kaq shumë trëndafila? A do të zbulojë ndonjëherë identitetin e tij?